نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla, falenderojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet ja përcjellin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, inna min a'zami an-ni'ami allati an'ama Allahu biha ala hadhihi al-ummah an naj'ala laha hadha al-Qur'an al-'azim kitaban khalidan la tanqadi ajaibuh. Më të vërtet nimeti dhe mirësia më e madhe që Allahu Azza wa Jalla ka dhënë këtij ummeti është fjala e Allahu Jalla Jalalu, pra Kurani Kerimi i cili nuk i del moda asnjëherë deri në ditën e Kiametit. Wala yashba'u minhu al-ulama, edhe nuk ngopën asnjëherë dietarët. Wala yamallu min tilawatihi al-mu'minun, edhe as besimtarët pra nuk ngopën se lexuari. Fas-sa'idu man ja'ala al-Qur'ana rafiqa hayati, i lumtur është ai i cili e merr Kurani Kerimin shoqërues e jetës së tij, wa anis qalbihi, dhe shoqërues të zemrës së tij, wa manhaj suluki, edhe e merr shëmbëltyr të akhlakit të tij. القرآن كلام الله العظيم القرآن ليس كتابا عاديا يقرأ كما تقرأ الكتب. Fjala e Allahut Kurani Kerimi nuk është një libër i rëndom të nderuar vëllezër, të cilët e lexojnë njerëzit, bel huwa kalamu rabbul alamin, por është fjala e Zotit të botrave, tekellem Allahu bihi haqiqa, në të cilin Allahu Azza wa Jall ka folur, wa anzalahu ala qalbi nabiyihi biwasitati Jibril alayhi salam, dhe ka zbritur përmes Jibrilut te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Azza wa Jall tha në Kurani Kerim, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Më të vërtet ki Kurani Kerim udhëzon në atë e cila është më e fortifikuar dhe më e qëndrueshme. Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jall, kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayati, na këtë libër e kina zbriti cili është i begatshëm dhe mediton mbi ajetet e tij. Fa kullu ayatin fihi nur, çdo ajet është nur dhe dritë, wa kullu suratin fihi rahma, edhe çdo sure e saj e Kurani Kerimit është rahmet, wa kullu harfin fihi ajrun wa baraka, edhe çdo harf që lexojmë ka shpërblim te Allahu Azza wa Jall dhe bereqet. الأجر العظيم في قراءة القرآن، شبربليمي ما إماض أنش لزيمي قرآن كريمت، من رحمة الله أن جعل قراءة القرآن عبادة عظيمة يؤجر عليها المسلم في كل حرف يقرأ. الله عز وجل نغم شيراتية تيسكاشمة باني لزيمي القرآن كريمت باري لزيمي القرآن كريم إبادات، jo vetëm ibadet, po e bërin ndër ibadetet më të mira dhe më të lehta dhe më shumë çka shpërblehet, derisa tha pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana, ai i cili e lexon një harf nga Kurani Kerimi, ai e ka një shpërblim, ndërsa shpërblimi te Allahu Azza wa Jall shpërblehet dhe deri në 700. Të nderuar vëllezër, gjithashtu al-Qur'anu shifa'un lil qulub, Kurani Kerimi është shërim për zemrat. Allahu Azza wa Jall tha në Kurani Kerim, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Me të vërtet kina zbrit nga Kurani Kerimi, i cili është rahmet dhe shërim për zemrat e besimtarve. الناس اليوم يشكون من قلق وضيق واكتئاب وكثرة الهموم. Njerëzit sot ankohen për shumë brenga dhe mërzia dhe preokupime, ndërsa shërimin e kanë te fjala e Allahu Jalla fi ula. القرآن يشرح الصدر، Kurani Kerimi thotë zjeron gjoksin, wa yahdi an-nafs,
gjithashtu edhe nefsin e qetson, wa yuqawwi al-iman, e forcon imanin, wa yub'ath al-amal fi al-qalb, edhe dërgon pra shpresë në zemrat e besimtarve. Wa kana as-salafu idha daqat bihim ad-dunya laja'u ila tilawati al-Quran, të parët tanë vëllezër të nderuar, kur i shtërngonte dunjaja dhe sprovat e saj, ata shkoshin të fjala e Allahut Azza wa Jall, duke lezuar dhe duke i marrë mesazhet e Allahu Jalla fi ula, derisa u qetësoshin zemrat e tyre. El-Qur'anu yarfa'u sahibahu fi dunya wal akhirah. Fjala e Allahut Kurani Kerimi pra e ngrit pra pronarin e tij, apo atë i cili vepron dhe lexon me të thot në dunja dhe në ahiret. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam: Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Më të vërtet Allahu Azza wa Jall me këtë Kur'an Kerim i ngrit një popull, ndërsa ata të cilët ja kthejnë shpinën pra i ul. Ahlul Qur'ani hum ahlu sharafi al-haqiqi. Më të vërtet ata të cilët mirën me Kur'an Kerim janë më të nderuarit. Hifdhan wa kitaban, hifdhan wa qira'atan wa tadabburan wa amalan. Ata të cilët mirën me Kurani Kerim duke se memorizuari, se lezuari dhe se medituari mbi fjalët e Allahut Azza wa Jall, dhe më në fund se vepruari me fjalët e Allahu Jalla fi ula. Wa fil akhirah yuqalu li qari'i al-Quran, ndërsa për sa i përket pozitës së tij në ahiret, i thuhet pra lezuesit e Kurani Kerimit ditën e Kiametit: Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya. I thut ati ditën e llogaris, pra ditën e Kiametit, i thut lezo dhe ngritu dhe lezo ashtu siç lezoshte thot në dunja. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, po shkak se vendi jot në xhennet do të jetë deri te ajeti i fundit. Fa kullama zada al-'abdu min al-Quran zadat darajatuhu fi al-janna. Dhe sa herë që i ngritet, sa herë që mirët një rob dhe lexon Kurani Kerim, ati ngriten drejtat në xhennet. El-Qur'anu shafi'u yawm al-qiyama. Kurani Kerimi do të vjen për pronarin e tij dhe për lezuesin e tij dhe për vepruesin me Kurani Kerim ditën e Kiametit si ndërmjetësues. Yawm al-qiyamati yawm shadid yahtaju an-nas fihi ila man yashfa'u lahum. Ditën e llogarisë do të jetë një ditë e madhe, një ditë e vështirë të nderuar vëllezër, dhe çdo njeri do të shikon a thu vallë kush do të më ndihmon mua pas Allahu Jalla fi ula. Pra në këtë kohë të nderuar vëllezër, wa min a'zami shufa'a, në këtë ditë më shumë të shka njerëzit do t'ju bojnë dobi, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të jenë pra do të jetë agjerimi dhe do të jetë Kurani Kerimi. Do të thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vjen Kurani Kerimi dhe do të thot: Ja Rabbel Alamin, fale filanin për shkak se ai ishte shoqëruesi im në dunja, une isha shkak që e lash une atë pa gjumë natën duke me lezuar dhe ditën duke me vepruar, duke i zbatuar dispozitat e Allahu Jalla fi ula. Ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khasatu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna lillahi ahlina minan nas. Me të vërtetë thot Allahu Azza wa Jall ka disa njerëz të veçantë në dunja. Qila man hum ya Rasulallah. Tha kush janë ato ya Rasulallah? Qala sallallahu alaihi wasallam: Ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatu. Ata të cilën mirën me Kurani Kerim, ata janë të veçantit e Allahu Jalla fi ula. Ai anna Allah istafahum wa qarrabahum wa sharrafahum. Allahu i veçoi ata, i afroi afër tyre dhe i nderoi. Walaysa al-maqsud faqat hifdh al-alfaz. Dhe nuk është për qëllim vetëm hifzi dhe memorizimi i fjalëve të Allahut, bel qira'atul Quran, por leximi Kurani Kerimit wa ta'dhimi, edhe shenjtrimi i fjalës së Allahut, wal amalu bih, veprimi me të, wa takhalluq bi akhlaqi, edhe duke u bë me akhlaq të mirë, ashtu siç ka udhëzuar fjala e Allahu Jalla fi ula. El-Qur'anu sebeb li barakati l-bujuti wa tarbiyati l-abna. Fjala e Allahut Kurani Kerimi është shkak pra vëllezër të nderuar që të shtohet bereqeti dhe begatita e Allahut në shtëpitë tona dhe të udhëzohen fëmijët tonë. El-baytu alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an tunazzilu fihi as-sakina. Ajo shtëpi në të cilën pra lexohet fjala e Allahut Azza wa Jall, në atë shtëpi pra zbret bereqeti i Allahut dhe qetësia e Allahu Jalla fi ula. Wa tahduruhu al-malaika, pra e prezentojnë me lajket atë shtëpi, o të ptajt anhu shayatin, edhe largohen gjithashtu shejtanët, për shkak se në atë vend ku janë me lajket shejtanët pra nuk janë. Amma al-baytu alladhi khali min al-Qur'ani fatukthiru fihi al-qaswa.
mirë pa ajo shtëpi e cila nuk gjinet dhe nuk lexohet fjala e Allahut azza wa jall, do të jetë prezente pra vëllezër vllazësia, wal mashakil wal ghafla, pra shkujdesja, gjithashtu edhe problemet. Wa min a'zami ma yurabbi alayhi alwalidan abna'ahum, edhe ndër elementet të cilat ndikojnë në edukimin e fëmijëve më shumti është leximi i Kur'anit Kerimit të nderuar vëllezër. Rabtuhum bil Qur'ani mundhu sigar, lidhja me Kur'anin Kerimin duke qenë fëmijë sa më shumë, sima'uhu fil buyut, leximi dhe ndëgjimi fjalës Allahut, ta'limihimul hifdh wal tilawa, edhe ndëgjimi fjalës Allahut edhe lexuari, tashji'ihim ala hubbi kitabillah, gjithashtu edhe duke i nxit me dash fjalën e Allahut azza wa jall, fal Qur'anu yasna'u jilan salihan mustaqima, për shkak se Kurani i Kerimit të nderuar vëllezër, ajo e ndërton një brez të mirë dhe të fortë dhe të qëndrueshme. Halu selefi me al-Quran, kana selefu yaishuna me al-Qurani haqiqatan, pra të nderuar vëllezër, selefat ishin ata të cilët u mirëshin me fjalën e Allahut azza wa jall për një. Ba'duhum yakhtimuhu fi usbu', derisa disa prej tyre thot e bajshin hatme mrena javës, disa mrena 2-3 dite, dhe kështu ishte gjendja e tyre se lexuari. Wa idha marru bi ayati rahmatin sa'alu Allah azza wa jall, edhe kur arritën se lexuari një ajet që e përmendte rahmetin e Allahut azza wa jall, ata i kërkojshin Allahu jalla jalaluhu rahma, dhe kur ata kalojshin pra një ajeti i cili u përmendte azabi i Allahut azza wa jall, ata pra i kërkojshin Allahu jalla jalalu që Allahu ti mbron nga azabi i tij. Wa kanu yata'atharuna bil Qur'ani hatta tabki qulubuhum wa uyunuhum, derisa kur lexojshin fjalën e Allahut azza wa jall, ata qashin shpirtat e tyre, zemrat e tyre dhe sytë e tyre. Amma al-yawma fa kathiru min an-nasi hajaru al-Qur'an, ndërsa shumica e njerëzve sot pra e kanë lënë Kur'anin Kerimin fjalën e Allahut azza wa jall pas shpine, la qira'a wala tadabbur wala amal, duke lënë mas shpine se lexuari, se medituari mbi ajetet e Allahut dhe se vepruari gjithashtu. Wa rubama tamurru al-ayyam al-tawila wal mushaf mughlaq, ndoshta buton në këtë kohë dhe në shtëpitë tona fjala e Allahut azza wa jall, Kur'ani i Kerimi nuk hapet ndoshta me javë të tëra. Anwa'u hijra al-Qur'an, a thu vallë të nderuar vëllezër, si llogaritë ta buton me ja kthi shpinën Kur'ani i Kerimit. Dhakaru al-ulama'u anna hijra al-Qur'an laysa faqat tarku qira'ati bal, mirë po dietarët të nderuar vëllezër kanë përmendur se lënia mas shpine Kur'ani i Kerimit nuk do të thotë vetëm se lexuari, por ajo thotë i përfshin edhe se lexuari, se medituari dhe se vepruari me fjalën e Allahu xhalla fi ula, edhe gjithashtu se kërkuari shërim nga fjalët e Allahu xhalla xhelalu. Fa yanbaghi lil muslimi an yuraji'a alaqatahu ma al-Qur'an, kërkohet që besimtari pra në veçanti në këtë kohë që ta kthen lidhjen e tij me fjalën e Allahu xhalla fi ula. اللهم اجعل لنا من أهل القرآن يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن القرآن ليس تلاوة فقط، më të vërtet Kurani i Kerimi dhe marrja me te nuk është vetëm duke lexuar, por atë duhet që sakt kemi mundësi ta bëjmë metodologjitë e jetës tonë, wa nur tariq edhe dritë të jetës tonë, o shifa'u qulub, gjithashtu edhe ta bëjmë fjalën e Allahut azza wa jall shërim të zemrave tona, o sebeb najah fi dunya wal akhirah, ta marrmi Kur'anin e Kerimin shkak i shpëtimit tonë në dunja dhe në ahiret. Fatuba liman ammara waqtahu ma al-Qur'an, mish deparat i cili kohën e kalon me fjalën e Allahut azza wa jall, wa ja'ala lahu nasiban min yawmihi wa laylihi, edhe e ban fjalën e Allahut azza wa jall pra shoqërues të kohëve natën dhe ditën, duke lutë Allahun azza wa jall an yaj'alana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluhu wa khasatuhu, që Allahu azza wa jall të na ban prej atyre të cilët mirën me Kur'anin e Kerim në mënyrë që Allahu azza wa jall të na veçon pra, wa an yarzuqana tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar, që Allahu azza wa jall të na mëson ta lexojmë fjalën e tij natën dhe ditën, wal amala bih, dhe të veprojmë me të, was thabat alayhi hatta nalqah,
edhe qëndrueshmëri deri sa të takojmë Allahun Azza wa Jall. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.